Le të dëgjojnë dhe ata që i kanë rezervu restorantët. Po le të dëgjojnë dhe ata të cilët i kanë pru paketet fëmijëve në shtëpi. Le të dëgjojnë dhe ata që bredhat i kanë zbukuru në shtëpit e tyre. Dëgjoni që ka thot Allahu Azza wa Jall në Kurani Kerim. Thot takadu as-samawati yatafattarna min. A e dini se ka qenë qielli duke u coptu nga jo? Wa tanshaqqu al-ard. Dhe ka qenë duke u sheman dhe toka. Wa takhirru al-jibalu hadda. Dhe ankon duke u bo plun dhe kodrat. Andau lirrahmani walada. Për shkak se Allahu Azza wa Jall i than se ka fëmijë. Toka, qielli dhe kodrat po rënohen për shkak se s'ka biftan më të madh. S'ka akuzë më të madhe që ju ka bo Allahu Azza wa Jall se sa ki biftan. Andau lirrahmani walada. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. A i takon Allahu të ketë fëmijë? A i takon Allahu të ketë gru? O ti shkret, ti që paketin e ke prun shtëpin tëne, ti e bashkan gjitë me ata që i kanë thonë Allahu të ka fëmijë. Ti u ke rendit në radhët e atinve që Allahu të biftan e kanë ofendu Allahu. Do gjone këtë hadith që e kanë zeri Imam Bukhariu, që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadith al-Qudsi, thot Allahu Azza wa Jall, kadhaba ibn Adam wa lam yakun lahu dhalik, wa shattama ibn Adam wa lam yakun lahu dhalik. Tha më përgënjeshtroi biri Ademit. Wallahi si ka taku ati të më përgënjeshtron. Më ofendoi biri Ademit. Allahu krijuesi thot më ofendoj biri Ademit. Pase Allahu Azza wa Jall thot a di kur më ofendoj? Tha kur ai më përshkruaj ti fëmijë. Tha Allahu ka fëmijë. Wa ana samad. Unë jam që s'kam nevoj për askën. Të gjithë jam nevojtar për mu. Unë s'kam nevoj të kem fëmijë, s'kam nevoj të kem gru. Lam yalid wa lam ulad. As që kam lin e as ka lin nga unë as kush. Walam yakun li kufuwan ahad. Dhe nuk më ngjason, nuk më përngjason as kush. Data e vitit të ri. Data e vitit të ri. Në vitin 336 pas ngritjes së Isait alayhis salam, të parën herë ngritën që të kremtojnë me emnin nota e sinetimit. Nota e sinetimit. Pra ja ndruan emnin, ndërsa traditat dhe modelet dhe simbolet i lanë ashtu si qishin. Çka do të thot nota e sinetimit? Do të thot nota e vitit 3 si pas atyre, nota që u bon sinet Isa i biri Merjemës. Pa të Allah me shiroft Ahmed Didadin, që u qëndron të fuqishëm pran krishterëve dhe i thonë të na tregoni për Zotin tua i cili s'mundi të lindi i bom sinet. Na tregoni, a është Zot a i cili bom sinet? A mund të jetë Zot a i cili bom sinet? Para ta pas një periudhe e ndryshuan, e kur u pyetën ata për pemën, ta kjo pema e shenjtë. Çfarë roli? Tha Isa i biri Merjemës, kur u torturuan në Palestinë, edhe u nis rrugës për Egjipt të hik, dol bredhin mesin e rrugës e strehoi Isain me shokët e vet dhe armikusën e gjetë. Na e pismi the edhe shkretin pas ka bredha, prej kur këto masalla dhe pralla. Kjo është simbol i paganëve. Ki kalendari cili ish mjen të, a kalendari paganëve, jo kalendari krishtere. Pra lehë të ndërshëm, Isa i biri Merjemës. Në enderojmë Isa i në biri Merjemës. Për këtë arsye ne nuk jemi të shfrenuar që të ulmi Isain e biri Merjemës. Ne nuk e festojmë vitin e ri për çkak se i takojmë fesë e Isait.
për çka se e ruajmë fen origjinale të Isait. Cila fe ishte Isait? Ishte Islami. Thot Allahu në Kur'an i Kerim: "Falamma hassa Isa minhumul kufra, qala man ansari ila Allah." Kur Isa i biri Merjemës, e pa se populli ben Israilëve e ka lënë fen. Isa i publikoi dhe tha: "Men ansari ila Allah." Kush është ai i cili më ndihmon në rrugën e Allahut? Qala al-hawariyun nahnu ansarullah. Hawariut, ndihmtar të Isait, thanë: "Ne jemi ndihmtar tu në rrugën e Allahut." Amanna billah, besuam në Allahun, wa shahad bi annana muslimun, dëshmoni pra se ne jemi musliman. Xhamati Isait ishte musliman, dini i Isait ishte Islam, dini Musait Islam, dini Nuhit Islam, dini Ibrahimit Islam, dini Muhammedit Islam. Para të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, si që transmeton Ebu Hurajra, një hadith që e ka nxjerrë Imam Buhariu dhe Muslimi, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Ana aula bi Isa ibn Maryam minhum." Unë jam maj afër me Isain, birin e Merjemit, se ata. Se kush? Se ata që e krentojnë vitin e ri, se ata që i ngjesin biftan Allahut. Unë jam maj afër me Isain e biri Merjemës, se ata, të cilët pretendojnë se Isai u mbit, pretendojnë se Isain e kushtuan, pretendojnë se Isai u mbit, rrihini në varë, shkojnë në xhenem, qëndroj 3 ditë, e pastaj i morë dhe i shpëtoj. Çfarë Zoti është ai i cili së një shpëtoj pa shku në xhenem? Çfarë Zoti është ai i cili së në shpëtoj vetën e tij? Apo çfarë biri ka Allahu që së në shpëton birin e vetë nga robërit e vetë? Çfarë Zoti është ai i cili vorroset? Çfarë Zoti është që varri e zë? Çfarë Zoti është ai i cili që ndron barkun e Merjemës në muaj? Çfarë Zoti është ai që ushqehet? Çfarë Zoti është ai që bëhet sinet? Çfarë Zoti është ai i cili kushtohet? Çfarë Zoti është ai i cili së një shpëton idhtarët e tij pa shku në xhenem? Pra për ata vëllezër të ndershëm, ne jemi më të afër me Isain e biri Merjemës, kur nuk e kremtojmë dhe nuk e festojmë vitin e ri, për shkak se e dojmë Allahun Azza wa Jall.